Në takim, këta anëtarë të Këshillit erdhën përgatitur dhe me qëllim vetëm për ta bllokuar punën e Këshillit, si dhe ka cënuar besimin e publikut në sistemin prokuror. Timi për të penguar punën dhe funksionimin e Këshillit prokuror përbën sulm të drejtpërdrejtë në punën e këtij institucioni. Pas zhvillimit të fundit të Këshillit prokuror të Kosovës, e kemi vlerësuar të arsyeshme që t'ju thrasim këtë konferencë shtypi për t'ju njoftuar juve dhe opinionin publik për këto zhvillime të rëndësishme. Siç e dini, takimin e mbajtur me datë 20/11/2025, përkatësisht takimin e 278 që ishte publik, ushtruesi i detyrës Kryeprokurorit të Shtetit dhe 4 anëtarë tjerë të Këshillit e lëshuan takimin në mënyrë të kundërligjshme dhe pamundsuan shqyrtimin e raportit zgjedhor për zgjedhjen e anëtarit prokuror nga radhët e prokuroria themelore, rrjedhimisht certifikimin e kandidatit siç parashet dhe plotësim ndryshimi i ligjit për Këshillin Prokuror të Kosovës. Në takim, këta anëtarë të Këshillit erdhën përgatitur dhe me qëllim vetëm për ta bllokuar punën e Këshillit. Nga qëndrimet e njëanshme dhe denigruese ndaj sistemit prokuror të shprehura nga zoti Kelmendi në takimin e Këshillit dhe në prononcimet për media është zbehur ndjeshëm roli unifikues që takon Kryeprokurorit të Shtetit në sistemin prokuror, si dhe ka cënuar besimin e publikut në sistemin prokuror. Për këtë arsye, kemi marrë vendim për shkarkimin e tij nga kjo pozitë. Ju jeni ndjeni se për shkak të këtyre arsye dhe arsyeve tjera politike, sistemi prokuror ka mbetur pa dekretimin e Kryeprokurorit. Ritheksojmë se në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet dhe për rrethonat e krijuara nga veprimet e tij kemi marrë vendim për shkarkimin e ushtruesit të detyrës Kryeprokurorit të Shtetit, zotit Besim Kelmendi nga pozita që ushtronte. Përndryshe, tentimi për të penguar punën dhe funksionimin e Këshillit prokuror përbën sulm të drejtpërdrejtë në punën e këtij institucioni dhe kërcënim për rendin dhe sigurinë juridike. Zoti Kelmendi ishte ushtrues detyrë i Kryeprokurorit, si i tillë ka pasur detyrim dhe përgjegjësi për ndjekur gjitha rrugët ligjore ndaj kujdo qoftë, e jo të dalë në konferencë për shtyp për shfaqur pretendime për presion, shantazh apo forma tjera jo ligjore të ndikimit që ka bërë ndaj një prokurori brenda sistemit, sepse kësaj ai nuk e ka kryer detyrën e tij sipas Kushtetutës së ligjit, por përkundrazi me këto veprime ka lëkundur seriozisht besimin e publikut në sistemin prokuror. Në këtë aspekt, i bëj thirrje ushtruesit e detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, zotit Agron Çalaj, që shërtoj gjitha pretendimet e zotit Kelmendi, prononcimi publik i zotit Kelmendi lidhur me procesin zgjedhor për anëtarin e ri të Këshillit ishte qasje njëanshme dhe orientuar me qëllim ndikimit në anëtarët aktual të Këshillit. Se zoti Kelmendi, një ditë para shqyrtimit të raportit zgjedhor, ka mbajtur konferencë për media dhe fjalimin e tij e fillon dhe përfundon me cilësime për këtë proces zgjedhor, ndonse ishte thirrur për një çështje tjetër. Në takimin e Këshillit të datës 20 nëntor 2025, zoti Kelmendi shprehu qëndrim të hapur kundër funksionimit të mëtejshëm të Këshillit, ndërsa 4 anëtarë tjerë në koordinim me zotin Kelmendi u larguan nga takimi me konkludime paqëgjykuese për vendimarrje lidhur me procesin zgjedhor, këtë mënyrë pamundsuan certifikimin e kandidatit. Largimi nga takimi 278 dhe me pas deklarimi 4 anëtarë të Këshillit prokuror në zyrën e Kryeprokurorit se Besim Kelmendi nuk do të lëshojë zyrën e tij, përbën mosbindje dhe mospërfillje të qëllimshme ndaj vendimeve të lidhshme të Këshillit si institucion kushtetues. Askush nuk është kërcënuar, kanosur, shantazhuar apo tentuar që të ndikohet nga ndonjë formë ndikimit pa lehtëshëm. Ne ritheksojmë se askush nuk është kërcënuar dhe se presidentja mund të jetë keq informuar. Ne i bëjmë thirrje presidentes, qeverisë dhe çdo institucioni tjetër që të mos ndërhyjë në punën e sistemit prokuror dhe të respektojë pavarësinë institucionale, si dhe të ofrojnë mbështetjen e tyre në funksionimin e Këshillit në suaza siç përcaktohet me Kushtetutën e ligjit. Unë si kryesues ju bëj thirrje publike të gjithë anëtarëve të Këshillit që të marrin pjesë në takimet e Këshillit.